Jo, hajde ma jep edhe mu i herë pyetjen që unë të përgjigjna aq sa di me argumentet vërteta, edhe me argumentet gjalla. Unë pyetja ime ka e thjesht, se ti tha se unë jam shqiptar edhe kaq, kush është të ta kontestu shqiptarizmin, thash? Po, ti ke shumë njohuri, e din fort mirë që unë në shova kamerën, respekt për ju gjithë. Ti e din fort mirë, në radhë parë për këto përqarje, cilat për momentin janë tonë, nuk është që të është ka i banë, krishterizmi, por rrymat politike islame. Ja, e dyta, edhe njësë një dëgjova për shkë ka më kysh. Edhe njësë smojtëm, ne të gjithë shqiptarët e Kosovës, Dardanis, të Lirides, edhe Shqipëris, të cilët ju kena bashku ushtërisë, qlirimtarët Kosovës, asnjë nuk ju ka bashku nëmën të fesë, po nëmën të kombit. Vetëm për vetëm mundesh me folë. Ajo është çështje individuale, ti s'mundesh me folë për Jo, le, tregom ati një rast, tregom ati mu, dikun, kush ka hy nëmën të fesë, kush ka qenë ushtar nëmën të fesë. Nëmën kombit kena qenë gjithë. Ne, shqiptarët, ne ish ushtarët e ushtërisë qlirimtarët Kosovës, as nuk e kem dhënë betimin me Bibël, as me Koran, por me flamurin ton kombëtar shqiptar. E di mor zotri. E mirë mas e din, s'ka thua atë, pse e devijon gjithat? Po nuk devijova kur gja, thash ti. Po jo, po ti tha se ka luftu, ka pas edhe për fe, kush o kanë për fe? Hajtë të rëgoj. Mos i devijo fjallë se unë jam prezent. Thash, ti nuk ke autorizim prej UÇK-s me i përfshit gjithë ushtarë se në mund të kujtë kanë ardhë. Unë sa i përket asaj kohë që jam konë, unë dole edhe me kamerë, jam Anton Cula i Prizrenit, ishë ushtar i zonës operative të Pashtrikut. O qof me ndero, zotri, unë s'po të tjetërën, prit ka dalë që ka marrë pjesën në këtë Kosovën, jam edhe i plagosën. Tjetërën, asnjë ushtar i cili ka qenë ishë ushtrin me plot përgjësi e tham këta mundi dhe një gjithë me inqizu, me plot përgjësi e tham këta që ne ushtria qlirimtare e Kosovës e kena dhënë betimin vetëm në flamurin kombëtar shqiptar kuq e zi, pa marrë parasysh kush cilës besimi përket, cilës fej përket, edhe pikë. Betimi është diçka tjetër, qëllimi është diçka tjetër. Qëllimi shqiptar në emër të vezë qëllimi është diçka tjetër. Në Siri. Dalloj këto Siri, po ju i keni çu si kam që unë. O zotëri, shqiptarët në emër të fesë, Allahu i këpër kanë shku në Siri. Po mirë mëra ato në shkojnë edhe në Jordani, jo në Siri. Ama në emër të fesë kanë shku në Siri, a UÇK-ja nuk e kanë ngrit bajrakin në emër të fesë. Po në emër të zotë. Qa po do ti... Jo për fe. Në emër të zotë, zotë s'ka fe. Jo, për zotë. Jo. Krishterëve i kret, mirë po betimin nuk është dhënë. Po kush ta përmendi moj betimin, që për folë palidhje? Kush ta përmendi betimin, se se përmenda betimin une? Po ti e tha që e kanë dhënë betimin, në emblemin e UÇK-s. Nuk e thash se ti e tha që e kanë dhënë betimin në UÇK, në emblemin kombëtare shqiptare, a kanë pas tjera qëllime? Çfarë qëllime kanë pas? Jo. Gjdo individ që ka dalë... që ku jenë prezent të 87 vetë, 90 vetë që ti e tha kanë pas tjetër qëllim. Qëfar qëllimi kanë pas? Nuk thash kanë pas tjetër qëllim, gjdo kush e ka qëllimin e vetë. UÇK-ja ka pas për qëllim çlirimin e territorit të Kosovës, nuk ka qenë luftë fetare, ka qenë luftë kombëtare. Po kush e tha se ka qenë luftë fetare? Po ti ju përzini. Ti pak e devijove. E po unë po e përzi se ju s'po dini me shpjegu. Jo, ti po manipulon. Tigran, nëse... S'kena se na zgudzon, na ma përqo. Nëse mendon për vllazërit e tonë të krishterë që e shajnë Allahun, harroje hike prej kokës. Nuk e bëjnë. Unë e kom live të krishtera, të Anita, të plot vllazën të krishterë që hy, kur flasin për fenë krishtere. Ata kur nuk e shajnë Allahun. Ndërka që të grupet që kanë dalë pa ftyra, pa emër, ato që e shajnë Allahin edhe e kanë studiu ajetet kuranore për mi kundërshtu musliman, ata nuk janë të krishterë.
ata nuk janë të krishterë. Ata dëshirojnë neve me na përqa krishterët edhe muslimanë në Kosovë. Atynve mos i hini në për grupet e tyne, me njëherë delni. Po, nëse doni krishterizmin me mësu, shkoni të lajfet e krishtere. Ka që paka me. Zonja Iqbala, ban me të pyetje diçka se po flet për unitetin edhe për mos përçarjen. Po, no. Po ju, bani përçarje me ftesat tuaja? Jo. Jo, a? Kërkon nuk e shaj. Gjithë Jo, dhe ja pra, vetëm e tregoj Vetëm pak para disa minutave, e tregut një ngjarje që është gënjeshtër e kulluar dhe s'është as realitet shkencor. Bile motra Shqipe e tha pak manal se kur Omeri e ka marrë kalifatin Alius dhe e kanë shliru Persien, dhe aq krime dhe zullume dhe masakra ka bo Omerin Persian, sa që krejt lumejt që kanë mush me libra. Jo, krime nuk thash, as masakra. Mos rënë. Po çfarë bjen kjo? Vetëm librat, vetëm pak. Po çfarë është kjo? S'është krim? Libra, ama masakra. Po njëjtë është ajo. Jo. Krime mbi njerëzin. Ajo është ignoranca që Imam Aliu e ka kap kokën. O, që ka bo mirë. Po s'është hiç fakt e vërtet se ku e ke lexuar me këtë? Ku e ke lexuar? Mos e beso. Në librat e historisë, në medresën e Laudin. Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Rri qashtu është. Po jo, mos gënje tash, mos gënje. Zotri. Se nuk shkruan librat e medresës së Laudinit. Derisa nuk ki kundër argument, nuk ki drejt mi thonë dikujt. Jo, ma sjell ti argumentin ku e ke lexuar. Une po ta sjelli argumentin prej ritregimi i historisë islame prej Sejid Husein Nasrit edhe prej shumë të tjerë. Sejid Husein Nasri është... Jo, Husein Nasri është tjetër për asit. E kom librin, moment ta bi librin. është prej degës tonë. E po tash ti nuk i pranon kur gjo. Po jo pas pranon. Ti e mësu veç për një ujë me pi, po aj ujë që e ke pi, është helm për ti. Jo, s'është helm, është për ti helm. Jo ti... Njëri menqëm... A eshe si thove, se e ke lexuar në librat e medresës Alaudin në Prishtinë. E kom lexuar edhe ato që... Ma gjoj librën, kush e ka shkruar, kush është autori asaj libri? Omeri e ka mësu një histori islame në medresën Alaudin. Omeri është ai që ka shpërndar islamin në Persi. Prandaj persianët nuk ja pranojnë shumë, arabëve i thënë beduin. Beduin i thënë, si me thënë, kështu që janë të shkretëtirës, sepse persianët kanë qenë të njohur për edukimin, për shkencën, për të gjitha. Dhe Omeri, këto libra, ja ka marrë atinde, i ka shti në islam, nuk thash i ka masakru. Po i ka qitë në detin, lumenj. Jo, njerëzit o mi masakru është tjetër. Ka masakru kulturën. Tjetër është me manal bukën. Ka masakru kulturën, zonjë. A e shifni motra Iqbale? Më falë motra Iqbale. A e shifni qëfar problemi ju keni, ju vet besimtarët i cilët besoni në Allah, ju qëfar problemi e kundërshtoni njëri tjetrin, po unë si nuk besoj në Allah si krishter, ku po jesone? E masaneni se unë kundërshtoj diçka mu më kritikoni. Ju jeni ata, ju jeni, ti je ai i cili e kundërshton vetë Zotin tanë, Zotin tanë. Dish një pyetje ka bëj ti, më si po na pyet kini neve. Apo më tregon ti Shejboni? O Toni, më falë zonjë, se kam një sugjerim për Tonin. Nëse na muslimanët përçahen dhe ti nuk i takon besimit islam, je krishter, është e drejta jote, askush është të akuzuar, baje fen. Jam shqiptar, jena gjithë shqiptar. Tash, a jemi të folë për fen, a jemi të folë për kombin? O zotni, jena të folë për fen, por lajlojnë Allah, thuj edhe Muhammed e Surullah, thuj tanë atashte, thuj e te në fund, mëse thuj në gjithë, nëse je musliman i vërtet. Po prit të abitisi. Mëse thuj vish lajlojnë Allah, po thuj edhe Muhammed e Surullah. A peshe si ti ves, ti, do me thonë, i pe kundërshton Imam Alin, pe kundërshton Shijat. Jam të thonë, nuk pe kundërshtoj Imam Aliun, po e kundërshtoj gënjeshtrën e Iqbalës që Imam
Omeri radiallahu anhu ja ka marrë me dhunë khalifatin Alijës dhe ka shkuën e ka banë masakrat të ndryshme, sa që edhe lumejt i ka këtë për kundërshtoj. Imam Aliu radiallahu anhu është i barabart me gjithë sahabët të tjerë, njëri i garantuar me xhennet që nga jetë e kësaj bote përmes gojës pejgamberit. Kaq. Ama ti mos jese merak. Mos A jese bën me ka merak. bërë një pyetje ty, me se po na pyetini ve. A bën me në tregu ti kush e ka vro Omerin edhe kuj ka varin vrasë, si i mirit dhe pse ka vro? Nuk e di. Nuk i din. Po. Manipulant program, ne? Po Si pse po duhet se për Omerin atëre ku nuk i din si kush e ka vro, pse e ka vro dhe ku gjindet vari i vrasës i Ne mirit. marë. Po nuk e di, pse duhet ta di patjetër? Ani kërë mëson atëre. Po ti ku ta dish kush pse, atëre din çka ka bujë Omeri. O zonj, gënjeshtra e juaj se Omeri ja ka marrë me dhunë khilafetin Ali e kulluar shiite. Jo, ta garantoj me Kur'an se Imam Aliu Garantoja, hajtë ma sjell, garantoja. është udhëhec, halife i drejt i muslimanëve që e kalon Muhamedi pas Ku, vdekjes. ma sjell argumentin nga Kurani, mos e pëthu. Po, është syrën a Imran, thëtë Allah, thëtë ka zhjith Ademin, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit, si halife në tokë. E Për që është kjo familjen e familje? Ibrahimit, rrjedhë Imam Aliu. Dhe me thonë se halifatin, si ka zhjith Allah Ademin që ka bo halife, thëtë e kom kryu një halife në tokë, i ka taku Imam Aliut. Omeri, Osmani, edhe Khalifat. Ebu Bekri kanë qenë sahabë të pejgamberit që janë gjellën për 10 popullit, ju për profetit. A ka zgjedhë Omerin profeti halife? Jo. Atëre? Atëherë Halife që? a zgjedhë popullit a pi zotit? Pse do zgjedhët Alia? Që Alia rrë për gjokut Muhamedi, për Që ka lidhje? Pse ka islami shkon familjarizëm, i doni ta bani islamin familjarizëm? Profeti Ali Selam ja ka trashëgu sekretet hynore Imam Aliut. Na tregon cili qenë ka një sekret hynor. Rrheqen shpirt në urrë se ka qenë edhe halife dhe imam. Çish që ka qenë edhe halife dhe imam? Qenë edhe imam, i ka hec gjematin. Dhe halife e tokës. E tokës edhe halifetullah, halife e Zotit. Edhe i fillit. Zotit E ka pas trashëgimin me patu Dionin qellore dhe ato teksore. Po na thuj me argument, jo me fjalë, me argument. Argument kënë Kur'an sa dush, a 100 Po ajete. na thuj një mujzo, një na thuj. Po zotni, është sura Azab, ajeti 33, thëtë Allah që ka pastru familjen e pejgamberit për çdo mëkati dhe mbytyre. Nuk ka thonë Allahu, nuk ka thonë Allahu e ka pastru. Thuje si e ka thonë Allahu. Thuje si e ka thonë Allahu. Oj, Shqipe, E do në shumë zgat. Është e dyta që thëtë pejgamberi unë nuk kërkoj asgjë tjetër për ju që të keni dashuri ndaj Elibetit. Elhamdulillah, unë kam dashuri. Elhamdulillah, kam dashuri. Në Azab, ajeti 6 i cili thëtë familja e profetit ka përparësi ndaj shokëve dhe muhaxhirëve tjerë që Ma vinë pas. thuaj ashtu si e thot Zotin Kur'an, mos ma thuaj shqip se s'ka fol Zoti shqip në Kur'an. Do të më marrë 3 sahat do të më marrë të me të lexuaj E këtë po çka t'kam faju në tash. Surja 4, ajeti 59. Dush me ditë këto vetë, ti vetë dush me ditë këto. Nëse vjen ti me kundërshtu Elibetin, ti dush me ditë vetë këto. Ti nëse nuk i din, më thyshe kundërshton një gjë. Jo, kundërshtoj se s'e vërteta. Etiullah, etiur Rasul, wa ulil amri minkum. Po, Bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe atyre që ju japin urdhëra. ulul emër qenë ka atyre që ka japin urdhra, kush e ka thonë këtë? Po, Kush e- Jezidi ka thonë, unë jam. Kush e ka thonë se ulul emri janë atyre që japin urdhra? Kush janë Ka ata? thonë Allahi edhe ka thonë Ato që janë në autoritet, me njerëz me Kush e autoritet. ka komentu? njerëzit me autoritet. A Jezidi e ka thonë për veti. Kush janë lene mor Jezidin ti, lene Jezidin, s'kam punë me Jezidin. Po, ulil emër janë imamët. Qëtë imam? Që i ka përmend Zotin Po në prej Kur'an. nga, po ku i ka Edhe përmend? në hadithe i ka përmend Ku i Zotin. ka përmend Kur'an imamët, ku? Në një vend që ato, në i ka përmend të surja kur i thot ja Ibrahim, Po? në Bekare. Po? Sa
Ty Zoti po të bën edhe imam, ti je profet, por je edhe imam. Po? Thot Ibrahimi a.s. thot po, thot, a do të kanë mundësi trashëgimtarët e mi të jenë imam. A I thot, po vetëm ata që janë tiran, janë zullumqar, ata jo. Mo këtë po e thu ti. Ibrahimit a.s. Këtë po e thu ti, se thot Kurani kështu. Ti Nuk e thot- nuk qenë ke për bisedë, ti s'qenë Jes jam për Iran jam pak, një çik Iran jam. Akademik ti nuk qenë ke, ti qenë ke i nivelit veç mu përlas i fëmijët e Jo. Jam të thonë se ti po bën shtesë me logjikën tonë dhe mbi ajetin kuranor. O zotëri, çka do, çka të tham unë e ti se pranon, se një Po uje nuk e pranoj se je e devijume. Faleminderi shumë, shkoni të devijuarit e juaj. Jo të ti. Ky është manipulant, shiko zotëri toni. Të tillë janë ata që kanë pi Rigole. vehabizmin.